Një tjetër situatë e tensionuar shpërtheu në shtëpinë e Big Brother Kosova, duke treguar edhe një herë se kufijtë personal janë një vijë shumë e ndjeshme, sidomos në një ambient ku të gjithë jetojnë nën presion të vazhdueshëm. Gjithçka nisi nga një moment që në pamje të parë dukej banal, por që shumë shpejt u kthye në konflikt të hapur. Fjolla, e acaruar nga sjellja dhe afrimet e Benitës dhe lëndrimit, reagoi ashpër duke vendosur kufi të qartë. Mos e prek kufirin, ta thash, u shpreh ajo me ton të prerë, duke theksuar se askush nuk e ka për detyrë t'i prek sendet personale të tjetrit. Ajo shtoi me nervozizëm se nuk është e nevojshme t'i hapet dollapi askujt për t'ia hequr rrobat. Duke u bërë të qartë se secili duhet të merret me veten, nuk e kemi për detyrë me ta prek dollapin, me t'i heq teshat. Hiqu vetë teshat, shpejt, mos ta them 2 herë. Fjalët e Fjollës ishin të drejtë për drejta dhe pa filtër, çka krijoi një heshtje të rëndë për disa sekonda në dhomë. Benita dhe lëndrimi u dukën të befasuar nga toni dhe ashpërsia e reagimit, ndërsa banorët e tjerë filluan të afrohen, duke ndjerë se situata po përshkallëzohej. Ajo që nisi si një debat verbal, shumë shpejt u kthye në përplasje emocionesh, ku respekti dhe durimi u vunë seriozisht në provë. Fjolla, e ngarkuar emocionalisht dhe e lodhur nga provokimet e vazhdueshme, nuk arriti më ta mbaj veten. Pas disa shkëmbimesh të tjera fjalësh, ajo humbi durimin dhe i shtyu Benitën dhe lëndrimin, një veprim që tronditi banorët dhe e çoi situatën në një nivel tjetër. Disa u hodhen menjëherë për t'i ndarë, ndërsa të tjerë mbetën të shtangur, duke kuptuar se tensioni kishte kaluar kufijtë e debatit normal. Pas incidentit, atmosfera në shtëpi u rëndua ndjeshëm. U hapën diskutime të shumta mbi respektimin e kufive personal, provokimet dhe përgjegjësinë që ka secili banor për të mos e çuar lojën në ekstrem. Disa e mbrojtën Fjollën, duke thënë se reagimi i saj ishte pasojë e mungesës së respektit dhe provokimeve të vazhdueshme.